Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Foshnjat e ditësh humbjetën nga puthjet e të afërmve. Të sapolindurit ka një sistem imunitar të dobët dhe antikorpet i marrin pikërisht nga qumështi i gjirit. Ata janë më të prirur të perken nga viruset dhe bakteret, të cilët qarkullojnë në ajër apo nga njerëzit që i mbartin, ndaj kërkohet një kujdes shumë i madh nëse jeni në kontakt me një foshnjë të përsalindur. Virusi më i rrezikshëm që mund të merret nga puthja e fëmijëve të vegjël është herpesi dhe mjekët e cilësojnë këtë infekcion të marr si puthje e vdekjes, pasi foshnja nuk e mposh dot atë virus që për të rriturit është më se normal. Kjo histori e trisht vjen nga një nënë amerikane e cila humbi të bijën vetëm 8 ditëshe për shkak të një puthjeje. Rreth 14.000 fëmijë vdesin çdo vit për shkak të virusit të herpesit. Nëna tha se fëmia në ditët e para të jetës shpesh mbahej në krah nga të afërmit dhe miqt, por pastaj ndodhi e paimagjinueshmja. Kështu vetëm 2 ditë pas lindjes, foshnja duhet të transportohej në një spital tjetër për të marrë një shërbim të specializuar. Vajza filloi të kishte rritje të lëngjeve në mushkëritë e saj, truri dhe mushkëritë ishin aq të fryra, saqë venat në gjoks ishin të dukshme. Ajo kishte marrë herpes nga dikush që e kishte puthur, por tek të porsalindurit, kjo sëmundje bëhet vdekjeprurse. Prandaj këshilla jonë është të keni kujdes me foshnjat e porsalindura, t'i mbani larg nga kontakti menjëhershëm me njerëz të cilët mund të jenë dashamirës, por në momente të caktuara mund t'i japin atyre një virus për të cilën ata nuk janë të aftë të luftojnë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.